Kina ushtar të dhe prej sot gatitur. Është data 14 dhjetori viti 2018, dita kur 106 deputet të Kuvendit të Kosovës i dhanë dritën jeshile transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri, duke i votuar 3 ligje me anë të së cilëve niste transformimi në një periudhë 10 vjeçare. Këtë të diel janë bërë 7 vjetë nga kjo ditë, Forca e Sigurisë së Kosovës tashmë ka hyrë në vitet vendimtare të transformimit të saj. Gjatë asaj kohe kryeministri i Kosovës ishte Ramush Haradinaj, i cili në përvjetorin e 7 tha se ka qenë ndër vendimet më të rëndësishme shtetformuese të pasluftës, duke ndarë në Facebook pjesë të fjalimit të tij vite më parë. Porosija që e çon Kosova sot, paqen e kemi fituar me shumë dhimbje, për paqen na ka ndihmuar alatët tonë. Ish generali i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Afrem Veseli, ka kujtuar momentet e asaj dite që mbetet gjithmonë në kujtesën e tij. Padyshim që nuk mund të harroj asnjëherë gjatë të jetës time, kur etrit e luftës për liri, Ashit Thaçi, Kadri Veseli dhe Ramush Haradinaj erdhën atë natë dhe mbajtën ceremoninë në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, që nga ajo natë u shndrua në Ministrinë të Mbrojtjes. Pra, i gjithë ky rrugtim u kapitalizua me ndryshimet ligjore, të falenderu në atë kohë ish kryeministit Ramush Haradinaj. Por ai po thot se duhet mbështetur edhe më shumë ushtrin. Gjatë gjithë këtyre viteve që nga ajo datë, Forca e Sigurisë së Kosovës ka pasur një progres të jashtëzakonshëm. Të falenderu pjesëtarët e FSK-s që me atë përkushtimin më të madh kanë arritur të ngritin kapacitetet e Forcës së Sigurisë së Kosovës, që ajo sa më shpejt të bëhet operacionale, sipas një plani zhvendimor 10 vjeçar që u patrartuar në atë kohë. Se çfarë duhet bëhet që ushtria jonë forcohet, për ushtrinë gjithmonë çdo vit duhet ndohen kapacitete financiare. Ushtarët e Kosovës tashmë kanë tejkaluar të gjitha parashikimet në progresin e bërë gjatë këtyre viteve, thot njohësi i sigurisë Avni Islami. Si rezultat i punës dhe sakrificës të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, të TMK-s, dhe sot e kemi forcat armatosura të Kosovës, pra Forcën e Sigurisë së Kosovës, e cila deri më sot ka arrit një shkallë të lartë të profesionalizmit dhe në logjistik. Dhe të gjitha parashikimet janë tejkaluar në avancimin dhe kompletimin e Forcave të Sigurisë të Kosovës. Forca e Sigurisë së Kosovës u themelua më 2009 në bazë të planit të Ahtisarit, dokument i cili edhe çoi drejt pavarësimit të Kosovës. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në marrëveshje me NATO-n u formuan trupat mbrojtëse të Kosovës si forcë për emergjenca, e që më pas u shndruan në Forcën e Sigurisë së Kosovës.